me vërtet më lem që ka mundësi që të na vëri para një çmendur ti. Një çmendur vëri popullit tërë, edhe mund të quhet i populli çmendur që ndjek një çmendur. E se fund para ai kështu do thoj. Çka kishte që mendoj që unë i çmendur jam atë do thoj ai. Edhe ne ndjekim një çmendur dhe ka akoma që besojnë atë është të mërshme ti. Është të mërshme ti. Megjithatë Sali Berishën ti plakun derë që nuk bën me di asnjë gjë nga parlamenti, por vetëm gjoja ofendon televizionin dhe kaq. Familja aty do bëj. Po Shqipërinë kush do bëj? Kush këta prikaqaka, këta patronazhistë, këta deputet mortit, turp të kerm që nga Sali Berisha dhe ku do është ku Sali u vuri, kryetar minoriteti, vuri minoritar dhe ky vuri një kryetar tjetër po minoritar, në i marr. Turp të kerm. Bëhem shumë, nuk qaj nga dhimja, po qaj nga inati, si ka mundësi mos bëj dot gjë. Nuk e kam fare që o që po më do. Tash pra jam shumë mirë veti. Shumë i kollarisur i veshur me shtëpinë Tiranë, me shtëpinë e babait këtu. Jam shumë mirë, po më dhem sa s'bëhet me. As familja nuk më dhem kaq sa më dhem Shqipëria. Nuk e di, ndoshta nga ajo që njeriu studion dhe ku studion e do një gjë. Kur e do e dashuron atje, pastaj e mbron atje. Edhe kjo mund të jetë ajo që di çfarë ime ka kaluar këve. Edhe sot kalosh jo në mënyrë të tillë tragjike, por e tragjike dhe komike dhe të mërshme, që atëherë përgjigjen shqiptarët sot nuk përgjigjen më. Është të mërshme ti. Nuk e di ti, po unë di që diçka do bëhet, diçka do ndodh.